ishte me vazhdu me një presidente që vetë kanë konsideru si të suksesshme. Pra ka qenë pjesë e një lloj udhëheqje të Kosovës, e cila ka funksionu si ka funksionu. Ne kemi pas normalisht vrejtjet e tona, po me gjithat edhe lëvizjave në dosje ka pas fjalë mira dhe vlerësim për punën e zonjës Osmani. Normalisht ne kemi qenë vazhdimisht përkrahas sidomos në pjesën e politikës jashtme, që ne ka prezantuar zonja Osmani, dhe kemi pas një lloj vlerësimi në çdo proces ku Kosova ka dalë më mirë, se s'ka rëndësi këtu individi, ka rëndësi apo del Kosova më mirë, nuk po del Kosova më mirë. Po ajo që ka ndodhur ndërkohë pastaj është që zoti Kurti edhe pse pat 51%, pat mundësi edhe me marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës të jep vendit president, këtë nuk e bëri. I refuzoi ato 51% dhe si pasojë e kokëpërcisë të zotit Kurti dhe të partisë që ai udhëheq, ne jemi në zgjedhje. Domethënë normalisht që tani edhe zonja Osmani ka arsyet e veta, po edhe Lidhja Demokratike e Kosovës duhet me vazhdu me theksu, secili nga ne duhet me vazhdu me theksu kush është fajtori pse po shkojmë në zgjedhje. Dhe këto gjëra duhet me diskutu tani në fushat e tutje, po na nuk jemi të interesuar të merremi vetëm me këtë, ne jemi të interesuar shumë a shumë me tregu për qytetarin se çka dojmë me bëna. Domethënë qysh ne çka është oferta jonë. Dhe në këtë vazhd ka qenë edhe oferta për kandidat për president dhe kryeministër. Pra ne për dallim nga partitë e tjera po ju tregojmë qytetarit vendit që po Lidhja Demokratike e Kosovës në procesin e krijimit të institucioneve pas këtyre zgjedhjeve, ofertën për president e ka zonja Osmani. Kjo është me rëndësi të vjen edhe nga partitë e tjera. Shumë qytetarët, kush janë bartësit e institucioneve? E thatë edhe pak më parë që RDK pret rritje me figurën e Osmanit, pra cila ka qenë edhe presidente e vendit, por besoni se mbase mund t'i lë shije të keqe, se mund t'i kushtoj negativisht Osmanit